Në shtetin e Wisconsit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptarët e diasporës nga të gjitha trevat shqipfolse u mblodhën për të festuar me krenari festat kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, në organizimin e shoqatës shqiptare Uskana, me kontributin e Arben Kasës dhe vëllezërve Medi dhe Ektor Sala nga Korça. Diaspora shqiptare krijoi një atmosferë të ngrohtë atletare, duke sjellë së bashku traditën, historinë dhe identitetin kombëtar. Festimet u shoqëruan me këngë dhe valle tradicionale shqiptare, simboli gjallë i trashëgimisë kulturore, që i dha ngjarjes, emocion, nostalgji dhe bashkim mes të pranishëmve. Flamuj kuqezi, muzikë tradicionale dhe pjesëmarrja e familjeve shqiptare e kthyen aktivitetin në një festë madhështore të shpirtit kombëtar. Ky aktivitet u vlerësua si një dëshmi e ruajtjes së lidhjes me rënjët, pavarësisht largësisë nga dheu, duke u përcjell brezave të rinj dashurinë për traditën dhe vlerat shqiptare.